Ndodhemi në lartësinë e qytetit të Përmetit, në lagjen Sede, aty ku disa ditë më parë, si pasojë e rreshjeve të shumta, disa banesa u përmbytën nga balta dhe rreshjet e shumta të shiut. Ndërkohë që problematika qëndron gati 1,5 kilometër nga ky vend, në lartësitë në drejtim të fshatit Leus, Bashkia e Përmetit. Pasi një masiv shtufor është gati që të bjerë dhe të përmbys gjithçka dhe të marrë përpara një pjesë të mirë të qytetit të Përmetit. Pamjet me dron që sjell Report Televizion tregojnë qartë për masat e rrëshitjes masive të dheut që ka zbritur nga mali drejt zonës së banuar. Më datë 7 janar, 10 familje që jetojnë në lagjen Sede u evakuuan përkohësisht në konvikte. Tashmë ata janë kthyer në banesa, ku gjithçka është nën pushtetin e baltës dhe inerteve. Pemët janë shkulur, ndërsa toka duket e spostuar në disa metra, me çarje të dukshme përgjatë shpatit. Ne kërkojmë ndihmë, na ndihmoj të pakën. Në asnjë ndihmë s'kemi marrë deri sot. Keq shumë. Ka rrezikshme dhe mund të bjerë shtëpia. Ra njësi punë tërmeti, ka shkarë mbi 20 metra thellë. Ra mali na zuri në orën që u hecë rema brenda. Edhe pse rreshjet kanë pushuar, nga pamjet me dron shihet se rreziku është ende prezent. Bashkia e Përmetit ka kërkuar ndihmën e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar për një vlerësim teknik të situatës, ndërsa priten konkluzionet për ndërhyrje emergjente. Pas konstatimeve që është bërë dhe verifikimeve që është bërë në ana e bashkisë, është kontaktuar, është marrë komunikim me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar. Bashkia Përmet është në pritje të këtij studimi që mund të kryhet nga Shërbimi Gjeologjik për të vijuar më pas me zgjidhjen e kësaj problematike që ka ndodhur në terren. Kur ka kaluar një muaj pa përgjigje, banorët apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme, ndërsa frika për një tjetër rrëshitje mbetet e pranishme çdo ditë.